Shikues të nderuar, mirë se takohemi së bashku në një episod tjetër të emisionit Informohu edhe ti. Sot do të ndalemi tek një temë që gjithnjë më shumë ka filluar të bëhet pjesë e përditshmërisë sonë. Stresi dhe ndikimi i tij në shëndetin fizik. Stresi nuk është vetëm një ndjesi kalimtare. Ai mund të bëhet një gjendje që ndikon thellësisht në trupin dhe mendjen tonë. Shpeshherë simptomat që na duken fizike e kanë fidesën tek emocionet tona të paprera, tek ngarkesa psikologjike apo tek ritmi i shpejtë i jetës që na largon nga vetja. Por çfarë është vërtet stresi? Si dallojmë kur ai bëhet i rrezikshëm për shëndetin tonë? Cilat janë sëmundjet që shkaktohen nga stresi dhe si mund t'i parandalojmë ato? Për gjitha këto pyetje do të na ndihmojnë sonte ta kuptojmë më shumë me një profesioniste që për vite me radhë ka punuar me pacient në praktikën e përditshme si mjeke familje. Me kënaqësi e përshëndesim në studio doktoresh Itaka Radujković. Faleminderit që edhe kësaj here pranuat ftesën tonë. Shumë faleminderit për ftesën e dashur, po ndihem si në shtëpi këtë herë të dytë që vi në studion tuaj. Unë me kënaqësi do t'ju përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat ju me shumë dashamirësi i keni mbledhur dhe doni që t'ja paraqisni publikut tuaj. Është një temë shumë reale dhe jam shumë e lumtur që të ndaj këtë informacion me shikuesin tuaj. Fillimisht duhet të mësojmë se si përkufizoni ju stresin nga këndvështrimi mjekësor. Nga këndvështrimi mjekësor, stresi në të vërtet është një përgjigje, një reagim fiziologjik i trupit tonë, ndaj një situate që trupi e shikon ose e percepton si të rrezikshme. Pra, në një situatë që truri jon do ta perceptoj si të rrezikshme, ai duhet që të përgatit të gjithë fiziologjin ton që ta luftoj ose të mbrapoj. Si koncept njihet fight or flight. Lufto ose vrapo. Duhet ta kuptojmë që ne jemi një me ambientin. Në momentin që ambienti neve na kërcënon, ne duhet patjetër që ti përgjigjemi. Dhe pikërisht ky është stresi i parë nga këndvështrimi mjekësor, është thjesht një reagim fiziologjik i trupit ton ndaj një situate të jashtme. Qartë. Po pse stresi konsiderohet një faktor kaq i fortë në shfaqjen e shumë sëmundjeve? Për të kuptuar pse stresi është një faktor kaq thelbësor për shfaqjen e shumë sëmundjeve të cilat ne i shohim në përditshmëri, duhet kuptuar pak fizpatologjia se çfarë ndodh. Ne tham që është një përgjigje. Pra, unë po ndihem i rrezikuar dhe unë duhet të përgatis trupin tim që të luftoj. Çfarë ndodh me ne? Me ne, në momentin që shikojmë një situatë të rrezikshme, duam që ta luftojmë dhe të jemi ta përballojmë. Çfarë do bëj trupi jon? Trupi jon do përgatis zemrën tonë të rrah pak më fort, do i hapi rrugët e frymarrjes sepse dëshiron që të luftoj, dëshiron që të fitoj luftën. Dhe në momentin që kjo do të ndodhin disa reaksione, disa rrugë që do të fillojnë të marrin fill në trurin tonë. Edhe prandaj me një situatë të rrezikshme, neve do të na filloj të na aktivizohet sistemi nervor autonom, pjesa simpatike e tij, dhe do të filloj të prodhoj disa hormone. Hormonet, të cilat do të jetë noradrenalina dhe adrenalina, por gjithashtu edhe një aks tjetër që quhet hipotalamus, hipofiz dhe gjendër mbiveshkore me prodhimin e kortizolit. Nuk po ndalem të them gjithë fizpatologjin sepse është e lodhshme dhe e gjatë, do na duhej shumë kohë që ta zhvilloni, por le të rrim te këto dy hormone. Në momentin që neve trupi jon do ta shikoj këtë situatë kaq stresante por për një kohë shumë të gjatë, sepse është e vërtet që në një kohë shumë të shkurtër do na duhet të luftojmë, të mbarojmë punë dhe e gjithë puna mbaron aty, edhe trupi jon fillon të qetësohet. Por çfarë do të ndodhë nëse ky stres do të vazhdoj? Pra, do të kemi një situatë stresante gjatë gjithë kohës, do të punosh në një ambient stresant ose je në një marrëdhënie stresante. Trupi jon
do të vazhdoj t'i prodhoj këto hormone dhe sidomos kortizoli. Kortizoli do të jetë i rritur. Dhe këtu marrin filles të gjitha to patologji, të cilat marrin fill pikërisht nga hormoni i quajtur dhe i etiketuar si hormoni i stresit, hormoni kortizolit. Normalisht ka edhe faktorë të tjerë, të cilët mund të ndikojnë, siç është mënyra e jetesës, mënyra e ushqyerjes dhe shumë faktorë të tjerë. Por ne, në qoftë se e marrim të lokalizuar, po marrim vetëm efektet e kortizolit. Efektet e kortizolit të cilat do të japin një rritje të presionit arterial. Do të kemi një hipertension arterial për një kohë të gjatë, po flasim. Do të kemi një rritje të sheqerit në gjak, e cila mund të bëhet shkak për një shfaqje të diabetit. Do të kemi probleme në traktin gastrointestinal, të cilat mund të vinë probleme si gastriti, probleme të motilitetit të zorëve, të cilat lidhen me faktor stresant dhe pikërisht me rritjen e kortizolit në gjak. Pra, janë pikërisht këto dy hormone, po adrenalina më pak për faktin se është një hormon që çlirohet shumë shpejt dhe efektet i ka shumë të shpejta, i ka të menjëhershme dhe zakonisht ndodh në stresin e shpejt, që ti duhet jesh i fokusuar, duhet të japësh një zgjidhje të menjëhershme. Ndërsa të gjitha këto problemet e tjera i atribuohen kortizolit, të cilat janë të shumta, janë probleme të shumta, por kjo është linja përse stresit i atribuohen këto smundje dhe përse akuzohet që të jetë baza e këtyre smundjeve. Po, që kam dirë për këtë sharing të detajuar. Po, ndryshëm nga me parë sot flitet më shumë për stresin përmes mediave dhe platformave të ndryshme. A mendoni se kjo lidhet me mënyrën e jetesës moderne, me ritmin e shpejt, teknologjinë, mungesën e kohës për veten dhe sa ndikojnë këta faktorë në përhapjen e stresit? Është e vërtet, sot është mirë në fakt që të flitet më tepër për të. Kohët kanë ndryshuar dhe normalisht eksperjenca ime e punës më ka treguar që vit mbas viti arsyeja pse njerëzit stresohen janë të ndryshme. Shfaqja e teknologjisë ka dhënë një impakt goxha të madh në shfaqjen e stresit, sepse duhet të kuptojmë që gjithë fiziologjia jonë në momentin që mbi ngarkohet nga informacione të shumta, mbi ngarkohet nga koha që ne rrim në telefon, në kompjuter, mbi ngarkohet me punë, ne tani duhem t'i bëjmë që të gjitha gjërat në një kohë shumë të shkurtër dhe normalisht kohë për veten nuk kemi. Nuk arrim ta kuptojnë që kjo në fakt neve na dëmton dhe është mirë që të flitet, që njerëzit të fillojnë të ndërgjegjësohen, që të kenë një pak kohë për veten, të kuptojnë që në fakt stresi i ndikon shumë ata. Jo, nuk është diçka që është diçka e jashtme dhe neve nuk na ndikon. Ne sapo e tham çfarë ishte stresi, ishte një reagim i trupit ton ndaj ambientit të jashtëm. Pra në momentin që ti jeton në një ambient stresant, normalisht që ti do kesh një reagim ndaj tij. Pavarësisht që ne nuk arrim ta shikojmë dhe të themi që unë u stresova shumë për shkak të kësaj. Ka njerëz të cilët janë të ndërgjegjësuar për këtë pjesë, por jo të gjithë. Është mirë që të flitet, është mirë që të ndërgjegjësohen dhe të marrin dhe ndihmën e duhur njerëzit të cilët janë të stresuar edhe shfaqin këto patologji që sapo tha. Dhe nga eksperjenca juaj mund të themi se njerëzit janë më të ndjeshëm ndaj stresit krahasuar me gjeneratat më parë? Unë personalisht nuk kam eksperiencë shumë të madhe në vite, kam vetëm 7 vite të cilat punoj si mjek e familje. Normalisht nuk është pak, por nga historiku, sepse kjo duhet parë edhe në një hapësirë kohore pak më të madhe se sa 7 vite. Duke patur dhe informacion se çfarë ka ndodhur më përpara, se si është jetesa në ditët e sotme, unë mund të them se ka një diferencë. Sot kemi një stres psikologjik të madh. Më përpara kemi patur stres fizik. Njerëzit e vetmja
të themi shqetësimi tyre ka qenë të bënin një punë fizike dhe stresi fizik ka qenë më i madh në kohët më përpara. Po tani me kalimin e ardhin e teknologjisë, shumë punë fizike janë lehtësuar dhe stresi fizik ka kaluar në stres psikologjik. Ka këtu një gjë shumë interesante që do doja ta ndaja në fakt me publikun, është se stresi fizik është i dukshëm. Ti në qoftë se vritesh, në qoftë se arrin të kesh një lodhje, është diçka e prekshme. Ndërsa stresi psikologjik, është më pak i dukshëm dhe ne kemi tendencën ta fshehim, kemi tendencën ta mbulojmë dhe të themi që jo, jam mirë, sepse kemi dhe një tendencë shumë të bukur që e ka trupi jon, ne arrim të adaptohemi. Edhe është pikërisht kjo gjë që neve na bën të themi më të ndjeshëm, ose i shohim këto efekte të stresit psikologjik. Vonë, fatkeqësisht. Po kjo shprehje që shpesh themi që stresi është si armiku i heshtur, do i referohet ndoshta stresit psikologjik apo jo? Patjetër, sepse të thash, stresi fizik është i dukshëm. Ti do shkosh do të qetësohesh në momentin që ti je i lodhur, ke një dhimbje, je vrar diku, ose do shkosh, është i dukshëm, je prer diku, ti do të kujdesesh për plagën që ke, sepse është e dukshme. Ama stresin psikologjik, të thash, ne kemi tendencë që të themi të adaptohemi, sepse është vetë fiziologjia jone e cila na adapton ndaj stresit psikologjik. Unë këtu dua në fakt të bëj një paralelizëm, sepse dua që vërtet shikuesit e televizionit tuaj ta shikojnë se sa i dëmshëm është. Në qoftë se ne kemi një tenxhere me ujë të valuar 100 gradë Celsius dhe vendosim një bretkos, zhab apo bretkos? Bretkos i themi neve në Shqipëri. E hedhim në këtë tenxhere që po valon, ajo ka një mekanizëm ikën direkt, sepse është i nxehtë. Në qoftë se këtë njëjtën bretkos e vendosim në një tenxhere me ujë të ftohtë dhe ja ngrëm temperaturën ngadalë, bretkosa nuk do të iki prej tenxheres, do të qëndrojë aty edhe në qoftë se uji valon dhe mund të ngordhi, sepse thjesht adaptohet. Është pikërisht kështu dhe me ne. Ne adaptohemi, por nuk kemi pse të adaptohemi derisa uji të valojë. Pra, duhet që ne ti vendosim një kufi, duhet që të bëjmë një jetesë më të shëndetshme. Dhe aty fillon nga familja. Aty fillon gjithçka. Nuk kemi përse ta lëm derisa gjërat të shkojnë në shfaqjen e smundjeve të vërteta, të cilat japin ndryshime në fiziologjinë tonë. Bëra këtë paralelizëm për ta kuptuar që është vërtet një armik i fshehur. Është vërtet ajo temperatura që po ngrihet ngadalë. Kështu që kjo do ishte lloj përgjigje që mendova se sa është rrezikshme kjo gjendje, po jo kur nuk flasim për emocionet, për gjendjen tona, se çfarë ne ndjejmë, kështu që është e rëndësishme që ne të flasim, është e rëndësishme dhe është vënre. Është vënre edhe midis pacientëve të mi e kam vëre, janë disa pacientë tipik të cilët e flasin çdo gjë. E flasin dhe arrin ta nxjerrin çdo emocion përjashtë. Ata pacientë vuajnë më pak prej stresit, sepse siç e tham në fillim, trupi po përgatitet për luftë dhe në momentin që ti të paktën në një farë mënyre të shëndetshme, të kuptohemi se ne nuk do dalim të bëjmë një luftë të vërtet, të flasim në mënyrë të shëndetshme me dikë, atëherë në një farë mënyre ti po e qetëson fiziologjinë tënde, po i thua, okay, ne jemi në një ambient të sigurt, nuk kemi përse të përgatitemi për një luftë. Luftë në tonjza, të kuptohemi drejt se luftat janë gjithandej dhe s'po dua të marr një konotacion negativ. Kupton, flasim për shëndetin mendor, kështu që qartë. Po çfarë kuptojmë me termin sëmundje psikosomatike? Do të na shëroni pak sa që ta kemi afër edhe shikuesit. Po, do doja që sëmundje psikosomatike janë ato sëmundje të cilat prekin trupin tonë. Po ta marrësh vetë fjalën psikosomatike, janë somatike që do të thotë trupin dhe psiko të cilët kanë një prejardhje psikologjike, pra nga mendja. Njerëzit arrin dhe t'japin
një konotacion paksa negativ, sepse janë smundje të cilët e kanë fillesën në mendje dhe nuk është një smundje reale. Ato janë të vërtet smundje reale. Është vërtet që e marrin fillesën nga faktor psikologjik dhe mund të rëndohen nga faktor psikologjik, por janë smundje të cilat janë reale. Kanë një bazë fizpatologjike në trupin tonë, të cilat i japin këto smundje. Është vështirë për njerëzit që të dallojnë ato se sëmundje psikosomatike dhe ato fizike do të. A mendojnë nga eksperjenca juaj ndoshta keni hasur do të që mendojnë se janë vetëm thjesht simptoma fizike, por në të vërtetë janë që kanë të bëjnë më këtë psikologjike. E vërteta është se edhe ne si mjekë kemi paksa të vështirë për të bërë një diagnozë diferenciale. Është shumë e rëndësishme për ne dhe kemi patur raste normalisht të cilat të gërmojmë në anamnezën e pacientit. Pacienti do të ta thotë në qoftë se këto kanë një bazë, një prejardhje psikologjike. Pra, pacienti do ta thotë në momentin që ti do t'i marrësh një anamnezë vërtet të detajuar. Por ne kemi një tendencë në fakt që duam ti përjashtojmë të gjitha faktorët biologjik. Pra, kemi këto smundje të cilat vinë nga faktor psikologjik, po kemi edhe smundje të cilat kanë prejardhje biologjike dhe kanë të njëjtat simptoma. Ne vërtet dëshirojmë shumë që ti anashkalojmë, ti heqim të gjitha mundësitë që mund të jenë një virus, një bakter, një parazit ose faktor të ndryshëm biologjik. Kemi këtë tendencë. Është e vështirë, por në qoftë se gërmon mirë në anamnezën e pacientit, arrin që ta gjesh përgjigjen e duhur. Si ndodh biologjikisht që stresi të ndikojë tek organet tona? Mendoj se pak a shumë edhe e keni përmendur apo jo, në fillim keni shëruar, por nëse keni diçka. Po, dua të shtoj këtu në fakt sepse njerëzit mendojnë se është mendja në vërtet që ne kemi fiziologji të ndryshme. Normalisht, për gjëra të cilat unë jam e friksuar, juve nuk jeni. Kemi një ndërtim të veçantë secili prej nesh. Jemi individ të ndryshëm. Ama ne kemi një formacion në trurin ton, i cili quhet amigdala. Amigdala e merr emrin nga forma e saj, që është një formë nebajames. Është kaq e vogël, por bën funksion shumë të madh. Atë e quajmë ndryshe edhe qendra e frikës. Ndoshta duket si diçka, kemi një qendër frike. Ajo depoziton të gjitha eksperiencat që ne kemi patur gjatë gjithë jetës tonë. Dhe në momentin që neve shohim një sipërfaqe të nxehtë, ne nuk kemi nevojë të shkojmë ta prekim atë, sepse e dim. Pra, gjithë këto memorie ajo i mban. Dhe neve kemi një tendencë që në momentin që kemi një situatë stresante, amigdala jep sinjale dhe thotë që kjo është një situatë që ne duhet ta luftojmë, sepse e ka të memorizuar tani më procesin. Dhe nuk është një proces i vullnetshëm, siç është të marrësh një gotë nga tavolina dhe ta pish, nuk është një proces i vullnetshëm, është një proces autonom, i vetëqeverisur. Dhe e theksoj këtë pjesë për të gjitha ata personat cilat vuajnë nga stresi. Nuk është një proces i vullnetshëm, është mënyra se si ti je. Pra, ti ke frikë diçka, dhe kjo je ti, kjo jam unë kam frikë nga ujë. Po them diçka, nuk është se kam frikë, po jap një shembull. Kjo është kjo që je ti dhe ti do reagosh. Kjo nuk është diçka anormale. Duhet ta kuptojnë njerëzit që nuk është diçka anormale. Ti nuk është se je i smur, je një person që po reagon ndaj mjedisit tënd. Prandaj, siç e thash, kemi një fizpatologji që merr amigdala jep sinjale sistemit autonom, i cili është i vetëqeverisur, sistemi simpatik arrin të aktivizohet, prodhohet adrenalina, kemi prodhimin e adrenalinës, gjithashtu kemi fillon edhe aksi hipotalamus hipofiz, gjendër mbiveshkore fillon dhe aktivizohet dhe na jep këto hormone të cilat në gjendjet e parë nuk është një problem.
është thjesht një përgjigje fiziologjike që ti duhet të përballosh një problem në atë kohë, në atë moment që ty të shfaqet, dhe ty të përgatitet trupi për ta përballuar. Problemi qëndron këtu. Në qoftë se kjo gjendje stresante fillon dhe zgjat në kohë. Dhe ky është problemi i ditëve të sotme. Mbi ngarkesa është pikërisht i marr një sinjal nga truri jon se është një stres, gjendje stresante, dhe ky hormon fillon edhe prodhohet për një kohë të gjatë. Edhe ne edhe e cekëm, pastaj se si ndikon në organizmin. Mirë, po këto marrëdhëniet familjare, të them komunikimi i përditshëm me ta, si ndikojnë tek përjetimi i stresit dhe tek simptomat trupore. Do të thotë një përditshmëri. Duke qenë mjek e familje, në fakt kam patur rastin për të parë familje të ndryshme. Dhe vihet re diferenca në një familje që janë prindër të cilët nuk shkojnë, ose kanë probleme, ose zihen, një familje e cila ka gjatë gjithë kohës një konflikt. Pra, fëmia si do ta shikoj këtë situatë? Si një gjendje stresante. Nuk është në dorën e fëmijës. Sapo e tham, është një sistem autonom ai. Dhe vetë fëmia do ta shikoj si të tillë. Dhe dihet re diferenca në fëmijët të cilët për shembull janë të rritur në një familje të shëndetshme, e cila mund të ketë problemet e veta, por është një familje shëndetshme, e cila nuk ka zënka, e cila nuk ka një ambient toksik në shtëpi. Dhe para fëmijës, dhe sidomos për para fëmijës, vihet re diferenca, fëmijët janë më të lumtur, fëmijët janë më të prirur për të komunikuar dhe bashkë vepruar me të tjerët, dhe shikon edhe anën tjetër, të cilët shikon fëmijët të cilët janë të rritur në një familje me probleme që gjithë kohës janë në zënka, vihet re që janë fëmijë të mbyllur. Pra, të thash, puna ime më ka vënë në situata që ti shikoj këto gjëra. Normalisht nuk do dua të bëj si eksperte në pjesën, sepse kjo është një pjesë shumë e gjerë. Pra, merren një skuadër mjekësh, psikologësh, psikiatrësh, të cilët janë ekspert të fushës, por nga eksperienca ime këtë kam vënë re. Po shenjat që tregojnë se një person po përjeton stres të dëmshëm për shëndetin, do të thotë pa ardhur deri tek ato simptomat psikosomatike. Do të thotë kur është ajo pika që domosdoshmërisht duhet kërkuar ndihmë. Përgjithsisht, pacientët vinë kur vinë në stadet që janë stadet hershme, se normalisht kur themi që ka një hipertension arterial, ne i shikojmë të gjitha mundësitë, por ato simptomat të vogla të cilat arrin të shihen, po nuk janë tamam ato simptomat më të rënda, të themi. Zakonisht vinë me dhimbje koke, dhimbje të cilat nuk shpjegohen. Përse? Po të thash, nëse neve gërmojmë anamnezën, ne arrim të shikojmë përse i vinë. Kanë probleme të cilat vinë me probleme gastrointestinale, me probleme dhimbje të barkut, me palpitacione, rreth zemra shumë shpejt. Këto janë zakonisht dhimbje të pa shpjeguara, të cilat mund të kenë një lodhje të tepruar. Janë këto shenjat e para të stresit, të cilat me një anamnezë të mirë ti arrin ti detektosh, ti zbulosh. Mirë, qartë, po dallimi midis stresit akut dhe atij kronik në ndikimin mbi trupin. Po, është. Pra, unë edhe e ceka pak të pjesën që neve na duhet reagimi jon. Pra, reagimi i shpejt ndaj një situate. Në qoftë se një qen shfaqet në rrugë, ti patjetër që do duhet ose ta luftosh ose do vraposh. Fight or flight. Pra, në momentin që ty të vjen një situatë alarmante, stresi është diçka që ty do të shpëtoj, sepse ti do fokusohesh më shumë, çfarë duhet të bësh diçka të shpejt. Dhe kjo neve na shpëton nga situata.
ose duhet që të mësosh për një provim, duhet të jesh i fokusuar, por ama të ngelet në atë kuadrin e një stresi të shpejt, sepse në qoftë se zgjat, atëherë kalon në një stres kronik dhe ndikimi në organizmin ton do të jetë i dëmshëm. Po a ndodh që ndoshta pacientët të mos e pranojnë që problemet e tyre janë të lidhura me mendjen? Ndodh ka këto rastesh? Po normale, ne kemi një si qenie, si komunitet, si shoqëri, kemi një tendencë që t'i fshehim. Ne nuk duam ta pranojmë, nuk duam që ta pranojmë që ato vinë nga mendja. Po unë dua që sot gjithë teleshikuesit tuaj ta kuptojnë që nuk është diçka për të mos pranuar. Siç e tham, është një reagim fiziologjik. Thjesht po zgjat dhe ti je në një ambient stresant. Ka ardhur koha që ti të ndryshosh diçka pa kaluar në pasoja serioze. Ne kemi tendencën t'i fshehim, nuk duam që dikush të na i di problemet tona. E kemi shumë problem këtë pjesë, po në një farë mënyrë kjo do t'i shpëtonte pacientët në qoftë se fillojnë ta flasin dhe duke folur arrin të kesh edhe një zgjidhje ndaj problemit, sepse duke mbajtur vetëm për vete është si ajo tenxherja me presion e cila vjen në një moment që do pëlcasi se s'ka ku të bëj me presion. Po hapet e parë që ju këshilloni për menaxhimin e stresit, cilat janë? Në momentin që flasim sot, duke qenë se jam mjek e familje, po edhe një mësuese e meditimit transcendental, unë personalisht këshilloj aplikimin edhe praktikimin e meditimit transcendental. Jo vetëm sepse jam një mësuese e meditimit transcendental, por sepse ka një bazë. Por jo të gjithë njerëzit arrin ta përqafojnë këto lloj teknike. Dhe normalisht, fillimisht ne duam që pacient të filloj të ndryshoj mënyrën e jetesës. Në momentin që ti je në një ambient toksik, fillimisht do duhet pak të shkëputesh. Normalisht nuk mund të themi që ti i ka puna, sepse ato janë të ardhurat që ti merr dhe jeton. Por në një farë mënyrë të ndryshosh edhe pak mënyrën se si ushqehesh, nuk është vetëm një faktor. Janë shumë faktorë të bërë bashkë, të cilët bëjnë një ndryshim ose për për anën pozitive ose për anën negative. Por ti duhet të fillosh me diçka. Mënyra ato zakone të cilat ti deri më sot i ke quajtur si normale, duhet të fillosh ti që bësh, të marrësh zakone të reja, të cilat të sjellin në një mënyrë jetese më të mirë. Dua vërtet që ti ta theksoj këtë pjesën, që nuk është diçka që jo ti do thuash unë nuk po stresohem dhe kjo punë ka mbaruar këtu, sepse nuk vepron në këtë mënyrë. Ti duhet të jesh i rrethuar me një ambient pozitiv, me një ambient që nuk të streson. Nuk mund të thuash, okay, unë do shkoj në punë dhe nuk do i stresohem sot. Ndihmon normalisht, sepse ti jep edhe një mindset, një mënyrë për të ecur me pozitivitet përpara, por është mendja ajo që e percepton rrezikun. Por të kjo që përmendet do të thotë ushqimi, meditimi, ndoshta dhe aktiviteti fizik, apo jo, ka një ndikim në atë mirëqenien tonë? Normalisht aktiviteti fizik bën një punë goxha të mirë për faktin se fight or flight. Lufto ose vrapo. Do të thënë aktiviteti fizik është një lloj vrapimi, por normalisht me një kufizim. Me një kufizim, sepse ne nuk do donim të kalonim në një stres fizik atëherë, sepse një aktivitet i shtuar mund të çojë në dëmtim të muskujve, në një tërheqje, gjithçka e moderuar, jo në ekstremitet. Normalisht ka edhe teknika, siç janë teknika të frymarrjes, të cilat bëjnë një lloj qetësimi. Unë personalisht rekomandoj pranayama, mund ta kërkojnë edhe në internet, është një lloj teknike frymarrje shumë e lehta,
pa vendosur asnjë lloj sforcë, thjesht për të qetësuar. Por varet dhe personi ku ndihet më mirë dhe sa gati është që ti marri këto teknika, qoftë edhe për të vrapuar. Jo të gjithë njerëzit janë të hapur edhe mendje hapur për të shkuar e për të vrapuar. Jo të gjithë njerëzit janë mendje hapur për të përqafuar një teknik si meditim transcendental, teknikat e frymëmarrjes, yoga, asanas, të cilat janë edhe këto ushtrime. Pra, është varet nga individi, jo të gjithë kanë qasje. Por duhet filluar diku, kështu që normale që duhet filluar diku. Mirë, po si mund të ndihmojmë një person të afërt ndoshta që ka kaluar një periudhë stresuese apo është momentalisht i stresuar? Normalisht këta persona të cilët kanë një familjar, cili po kalon një periudhë goxha stresante, duhet patjetër të rekomandohet tek mjeku përkatës. Të fillimisht me mjekun e familjes, për të parë se sa e agravuar, se sa e rënduar është gjendja. Normalisht ka raste ku duhet të trajtohet me pjesën me medikamente, një tjetë edhe një stad ku duhet të trajtohet me medikamente. Fillimisht duhet shkuar tek mjeku për të parë se ku qëndron, ku është a jemi në një rast shumë të avancuar apo një rast i cili mundet të filloj me një ndryshim jetese, që në secili rast të kuptohemi, ndryshimi i jetesës, ndryshimi i zakoneve bën diferencë, sepse njeriu fillon e percepton ambientin përreth ndryshe. Normalisht unë jo dhe ndikuar, por duke i ditur edhe vlerat meditimit, duke parë edhe pjesën e kërkimeve shkencore, të cilat janë të vërteta, sepse njerëzit mendojnë sikur çfarë do të më bëj ajo, çfarë do të më bëj mua një teknik meditimi që mbyll syt. Njerëzit mendojnë të gjitha gjërat, por kjo lloj teknike që japun, teknika e meditimit transcendental, në fakt është shumë e kërkuar dhe ne në intervistën e më parë e kemi zhvilluar goxha. Por një ndryshim që doja që dhe teleshikuesit ta shikonin që është vërtet me bazë shkencore, është që tani në fund të gushtit American Heart Association e ka futur në trajtimin e presionit arterial, për shembull. Pra, mjekim është një mjek për trajtimin e hipertensionit arterial. Pra, është në bazë dhe jep një ndryshim real. Ndryshimi real shifet edhe në uljen e kortizolit. Pra, janë shumë gjëra të cilat ne nuk i dim, por duke marrë edhe informacionin e duhur, arrim që ti edhe fillon, në qoftë se kjo është një teknik ose është një diçka që mua më bën mirë dhe shkenca thot, mund ta provoj. Mirë, po si qasini ju si një mjek e familje ndaj pacientëve që paraqiten me simptoma psikosomatike, apo do jetë anamneza që përmendet edhe herët? Shiko, ka një gjë këtu, se në momentin që një pacient të shfaqet, ai kërkon ndihmë dhe është shumë e rëndësishme që ti të shfaqesh një lloj vëmshurie, që ti po e shikon vërtet hallin e tij. Anamneza normalisht, por edhe duhet të kuptohen që ti nuk po bën asgjë të keqe, sepse njerëzit mendojnë sikur është diçka, po bëjnë ata diçka, një gjë të keqe, po bëjnë ata diçka të gabuar dhe prandaj po u ndodh. Prandaj dhe ne kemi këtë pjesën që ne nuk i flasim problemet tona, sepse mendojmë se do gjykohemi. Është mirë që gjitha gjërat të thuhet tek mjeku, sepse një mjek nuk do të gjykoj, duhet të ta marrë të gjitha anamnezën që të jap një zgjidhjen e duhur. Po normalisht ndaj gjithë pacientëve ne kemi një qasje empatike, një qasje të dashur, sepse ai po vjen për një hall. Dëshiron që problemi i tij të zgjidhet. Dhe cila do qoftë arsyeja, mund të jetë një arsye biologjike apo psikologjike, kjo nuk ka rëndësi për ne në momentin që një pacient hyn tek dera.
duham që edhe ti mbështesim, por e të gjejmë edhe zgjidhjen në atë moment që pacienti vjen edhe shfaqet e dera jo. Dhe çfarë këshilloni për ta parandaluar stresin që të mos të kthehet në një smundje të vërtetë? Është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë një lloj aktiviteti, ndoshta edhe diçka që neve na pëlqen, ti lëm pak kohë vetes tonë, të ndalemi një moment dhe të themi që çfarë po bëjmë. A na sjell neve kjo një përfitim gjatë gjithë kohës të ngarkuar? Duhet vërtet që në një moment të ndalemi dhe të japim pak minuta vetes. Unë e kam shprehur edhe në intervistën tonë të mëparshme që ne kemi nevojë që t'i japim pak minuta vetes. Qoftë edhe për ta kthjelluar një çik mendjen dhe të shikojmë çfarë po ndodh me ne. A jemi ne në rrugën e duhur apo i bëjmë neve trupit ton një të mirë apo një të keqe? Pra, nëse ti po stresohesh, pse po adaptohesh? Pse po rrin atë ujin e nxehtë? Pse? Ka ardhur koha që ti t'i japësh vetes tënde kohën e duhur, të jesh më i lirë dhe ta shijosh jetën tënde, pa strese. Mendoj se shumë qartë keni shëruar të gjitha këto këshilla dhe këto informacione. Po a mendoni se në shoqërinë tonë flitet mjaftueshëm për shëndetin mendor dhe lidhjen e tij me atë fizik? Dhe si mund të rrisim vlerësimin tek njerëzit për këtë lidhje mendje trup të thotë? Nuk flitet mjaftueshëm, mendoj. Nuk flitet mjaftueshëm, por edhe po ndryshon sa vin edhe po flitet më tepër që ne nuk kemi organe individuale. Zemra, mushkëria, mëlçia janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Ne nuk mund t'i shikojmë individuale. Dhe normalisht kur si shohim këto individuale, duhet ta shikojmë gjithë trupin si të tillë. Ne e cekëm dhe e tham se si kortizoli i prodhuar na ndikonte në të gjitha këto. Mund na jep probleme me zemrën, probleme që mund na rrisi glukozën në gjak. Pra, është një hormon i vetëm vepronte në të gjithë trupin. Dhe kështu jemi ne jemi një e tërë. Por ne tani sa e kuptuam që mendja jon arrin që t'i bëj këto ndryshime. Dhe ne duhet të jemi të ndërgjegjësohemi që ne jemi çfarë mendojmë. Dhe normalisht ka një impakt edhe ambienti ku ne jetojmë, ka një impakt goxha të madh, por ne duhet ta fillojmë ndryshimin fillimisht nga ne. Nga vetja. Besoj e gjithë biseda ka qenë motivuese dhe gjithëherë edhe keni lënë këshilla, por dua një shill më të rëndësishme për shikuesit tanë që ndihen të mbi ngarkuar nga stresi, çfarë jetoni atyre? Unë mendoj se gjithë intervista jonë, ata të cilët janë të mbi ngarkuar e kanë marrë një përgjigje goxha thelbësore. Unë ju them atyre që nuk ka pse të presi për nesër. Mund të filloj ndryshimi që sot, që në momentin që ti e shef të intervistë, ose që në momentin që ti shikon një sinjal që duhet ndryshuar jeta jote. Nëse jeta jote është e bukur, mund të vazhdosh në atë mënyrë, normalisht. Por nëse është e mbi ngarkuar, nëse ti po i neglizhon sinjalet që ti jep trupi, sepse ty po ti jep disa sinjale trupi, pavarësisht që nuk është një plagë e hapur, të cilën ti do kujdesesh për të, por është ndoshta një dhimbje koke, ndoshta një ankth që ti mund të kesh në momente të ndryshme. Pra, nuk është e nevojshme të jetë të shkruhet diku që ti po stresohesh. Trupi të ka dhënë tani më sinjale dhe ti duhet të dish ti lexosh. Kjo është e gjitha. Duhet patjetër që ti ta shikosh veten tënde që po shkon diku që ndoshta do të sjell pasoja më të rënda në vitet në vazhdim ose Po, mund të bëjmë stresin një aliat në vend që të bëjmë të jetë armik, do të thotë. Stresi bëhet aliat vetëm në momentin që duhet të zgjidhësh patjetër në një moment duhet të jesh i fokusuar, siç e tha. Duhet të vraposh. Stresi nuk do doja në asnjë moment që teleshikuesit ta keq interpreton që ne trupi po na bën diçka të keqe. Jo.
trupi po të përgatit të luftosh, por në qoftë se kjo luftë zgjat, të themin për tham që është me thonjza lufta, në qoftë se kjo luftë zgjat, atëherë ai po të përgatit për një kohë më të gjatë. Po duke të përgatitur për një kohë më të gjatë, do të japë probleme sepse ti në ato momente nuk është se po lufton. Momentin që ti ke një situatë të shpejt që duhet ta zgjidhësh, duhet jesh i fokusuar, në ato momente ky reagim fiziologjik është i duhuri për të nxjerrë nga situata. Dhe për fund, një mesazh nëse keni diçka për të shtuar, apo një mesazh ndoshta për shëndetin mendor dhe atë fizik. Unë do doja të shtoja diçka që në shoqërinë ku jetojmë ne sot, askush nuk i shpëton dot stresit. Unë kam parë raste që nga fëmijë, që nga moshe punës, edhe në moshat më të mëdha, 60 vjeçë plus, të cilat janë pre e stresit. Sidomos mënyra e jetesës se si ne jetojmë sot. Sidomos përdorimi i teknologjisë tek fëmijët. Kam patur raste që më kanë ardhur fëmijë thjesht nga që luajnë lojra të cilat janë të dhunshme. Vinë me probleme të stresit. Nuk i shpëton asnjë. Është thjesht mënyra e jetesës se si kjo shoqëri jeton sot. Ne ka ardhur koha që t'i japim atë pushimin vetes tonë. Ka ardhur koha që është koha e tillë që ne jetojmë në këtë shoqëri, ama çdo problemi ka edhe një zgjidhje. Nëse shoqëria jonë na indukton të jetojmë në një botë të shpejtë, me informacion të shtuar, me presion që gjithçka duhet të mbarojë brenda një hafati kohor, ne kemi mundësi që edhe të japim një zgjidhje, që të japim vetëm pak kohë vetes tonë, që të mundemi që këto strese të fillojnë dhe të ikin nga organizmi jonë. Të tresh shumë vetët ju falenderoj nga zemra për kohën tuaj, për qetësinë e fjalës dhe për ndjeshmërinë me të cilën i trajtuat këto çështje që na prekin të gjithë neve. Faleminderit shumë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi të isha bashkë me ju këtu në studio edhe të ndaja një informacion që nuk doja ta mbaja vetëm për vetet, dhe në të drejtën doja ta ndaja edhe me teleshikuesin. Faleminderit. Shikues të nderuar, sot kuptuam më mirë se stresi nuk është vetëm një ngarkesë mendore, por mund të jetë edhe një thirrje që trupi ynë bën. Për të ndalur, për të reflektuar dhe për të kujdesur më shumë për veten. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik sepse ai është një. Deri në takimin tonë të radhës, mirupafshim.